programet e kategorisë së parë, destinuara për të gjithë publikun. Në një kohë kur shumë të rinj po e braktisin vendlindje në kërkim të një jete më të mirë jashtë, historia e zotërisë Sahitit është e rrallë dhe frymëzuese. Zotëri Sahit, fillimisht mirë se ju gjetëm ballanosën e bukur. Fillimisht desha me të pyet për veprimtarinë tonë në Zvicër, punën tonë, se e morë vendimin të vish prej Zvicrë në Ballanoc. Jam së pari mirë se keni ardhur, kënaqësi në vendlindjen tonë. Nostalgjia për vendlindjen është e pa ndalshme, emocione jashtë masave, edhe kështu që kemi vendosur më kthy në vendlindje. Si ishte veprimtaria juaj në Zvicër? Ishit e angazhuar në punë dhe për një moment vendosët pas pensionimit juaj të vini në Ballanoc? Kam punuar 20 vite në industrinë e Rolexit, si menaxhuesi një ekipi 100 punëtorëve. Dimi mos e Rolexit se çfarë firme është, në nostalgjia për të kthyer këtu kur nuk është ndalur në vendlindje. Por aktiviteti i tij nuk ndalet këtu. Ai është shndruar në një lloj kujdestare të fshatit, duke u kujdesur për mirëmbajtjen e zonës përreth, kosit barin, pastron mbeturinat, rregullon ndonjë defekt dhe i qëndron afër fqinjeve. Banorët e fshatit e shohin si shembull të gjallë për atë dashurinë dhe për kushtimin. Cila ishte iniciativa juaj dhe prej ku erdhi kjo dëshirë që ju të kujdeseni kaq shumë për fshatin e juaj? Dashuria e të parave tonë, stërgjyshit, gjyshit babës, po edhe kushërinin Ferizin, të cilën të gjithë e njohmi me prej ardhim nga këto, edhe kur nostalgjia nuk nalet për të punuar për vendlindjen e Ballanocit. Këtu në drejtim të rrugës po i shohim edhe varrezat, ku banorët tanë se ju gjithashtu kujdeseni edhe për varrezat. Ne shpesh e dëgjojmë fjalën që varreza është pasqyra e fshatit. E vërtet, siç thot një filozof francez, për të kuptuar edukatën e një popullate, duhet shkuar, vizituar varrezat, të parë edukatën e banorëve të atij rajoni. Dhe është kënaqësi e veçantë që 20 vite i përkështohem për mirëmbajtje me gjithë këtij ambienti, kësaj pjese këtu rajonale. Por cili është mesazhi juaj për ata të cilët dojnë të vinë në vendlindjen e tyre, të rikthehen nga mërgimi dhe të vinë në vendin e tyre? Mbarët dhe çdo njeri e ka ndjenjen e vet. Unë mund t'i kisha këshillu, pse jo mos të kthehen në vendlindje për të zhvilluar vendin, ashtu siç e dua unë, ju dëshiroj të gjithë dhe të duan ata të tjerë, ama mbi gjithë faleminderoj shumë Ferizin jashtëmose, se gjithmonë më këshillon për të mbajtur rrugën e drejtë.
Prindi yt ishte frymëzimi yt më i madh për dashurinë ndaj atë dheut. Cilat ishin hapat që ai gjithmonë të këshillonte ti ndjekësh? Ai kishte një dëshiri të veçantë për më të vjetrit e familjes tonë, edhe ishte njeri shumë i këndshëm familjar, e donte jashtëmose vendin e vet, edhe gjithmonë kishte këto ndjenja që të kthehet në vendlindje, edhe kështu që jeta nuk i dha atë fat, nuk jetoi gjatë, e mori sëmundja, por unë kam vazhduar në rrugën e këtij edhe nuk më dalëm kurrë. Ne shihet vetësia publike që është ndërtuar për jush. Të gjithë të dimë se sa është e nevojshme për një rrugë që i lidh Kosovën bashkë me Maqedoninë e Veriut. Si erdhi ideja që ta bësh një investim të tillë pasi që është tepër i vështirë për udhëtarët gjatë rrugës? Po mendoj se është e domosdoshme të ketë një vetësi publike, se është edhe rruga që e lidh, me të vërtetë ka zhvillim shumë të madh, edhe nevoja kërkonte se gjithmonë unë mendoj se është një ndër elementet kryesore për ta pasur një tualet publike. Investimi duket goxha i madh dhe i vështirë për udhëtarët gjatë rrugës. Pasi kaloi dekada në Zvicër, duke punuar e kontribuar për familjen dhe veten, ai vendosi që ditët e pensionit ti kaloj aty ku e nisi jetën, në Bellanoc. Me dashurinë e madhe për vendlindjen dhe dëshirën për të dhënë një kontribut të vogël, ai vendosi të hapë një kamping të vogël të shndruar në ndalesë për udhëtarët. E vendosur në një qoshe të fshatit, ndalesa ofron kafe të ngrohtë, ushqim dhe një vend për pushim për të gjithë ata që udhtojnë mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Zotri Sahet, investimi në një hapësirë me kaq ajër të pastër, në një fshat kaq të bukur, prej ka erdhi ideja që të investosh në një kamping të malit, si të theme, dhe çfarë i shërbeni kalimtarët ose udhëtarët që udhtojnë në këtë kamping? Në radhë të parë, kemi vënë edhe në komunën e Lekovës për të pasur një pajisje urbane. Kemi vënë kërkesa për të pasur disa kontenera për me mbajtjen e këtij ambienti. Më pas klientët i shërbejmë, kemi pije, të gjitha pijet, kafe, kemi edhe tosta, me 30 lloj tosta që kemi. Edhe kolorët, edhe këto i mirë mbajmë. Kështu që mendoj se kalojmë shumë bukur. A keni udhëtar të ndryshëm përveç Kosovës? A kalon ndonjë udhëtar për ndonjë vendi tjetër që ndalon këtu? Ose a keni pas komente prej kalimtarëve që keni marrë për këtë iniciativë? Kalojnë edhe të rastit mysafir nga perëndimi që vinë me bicikleta, ata zakonisht dalën këtu, po shohin me orë të tëra, 2, 3, 4 orë, edhe bojnë pamje, adhurojnë shumë vendin, e pëlqejnë shumë pamje e bukur. A keni ndërmend për ndonjë investim më të madh në fshatin Bellanoc, ndonjë restorant ose ta zgjeroni më shumë kampingun që të jetë më i madh? Po, ëndra ka, mendime ka, shpresojmë të realizohen. Me koha gjithmonë është dëshmi për gjithçka, mendoj se më nostalgjia për të zhvilluar edhe më shumë këtë rajon në ka të ndalur, absolut. Shumë vend i bukur, ama gjithmonë e faleminderoj jashtëmose Ferizin që më këshillon gjithmonë si njeri i qetë, me kulturë, me edukat, me vlera të larta, të gjitha njohur. Jam mirë njohur se ju faleminderoj shumë për vizitën, kënaqësi e veçantë për të bërë një video kështu të bukur këtu në këtë vend. Zoti është përbleth për mune, bëjrëm se artë të dëni në shtëpinë tuaj.